Ja, vi ska. Nderuar përfaqësues të mbledhjeve, ne jemi kryesit organizata Italia në Lufta dhe në rastin e vizitës kryetores së gjykatës speciale, dëshiruam që para jush, pasi ajo nuk ju pranoi që ti në mrena, të mbojmë një konferencë për ne. Ne përfaqësuesit e organizatave të dorura nga lufta e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, organizata e veteranëve të luftës, shoqata e invalidëve të luftës dhe shoqata e familjeve të dëshmuarve, kemi thirrur këtë konferencë për të ngritur zërin nga një padrejtësie që po thellohet dhe një përpjekje të vazhdueshme për të shtrembruar historinë tonë kombëtare. Shprehim këto shqetësime dhe kërkesa legjitime në mjet. Narrativa e njanshme e dhomave të specializuara për Kosovën, qasja selektive ndaj UÇK-s dhe anashkalimi i krimeve të kryera nga forcat serbe në Kosovë është e pa drejtë dhe pa pranishme. Kjo dëmton drejtësinë dhe paqen afatgjatë në vend. Përdorimi politik i drejtësisë në ndër. Përndjekja e shkrerëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, shumë prej të cilëve kanë mbajtur edhe postet e larta shtetërore, duket si i motivuar politikisht dhe rrezikon vetë themelet e shtetit Kosovës. Nëse qasje, shpërthimse dhe e njanshme e zonjës Trëndafillova. Paraqitjet e saj publike kanë treguar mungesë respekti për realitetin e luftës çlirimtare dhe për vuajtjet e popullatës shqiptare. Shpesh ka shpërfillur zërat e viktimave, veteranëve dhe qytetarëve të Kosovës, duke i cilësuar reagimet si presion nga e drejtësisë. Në vend se t'i njohë si shqetësimet të ligjshme. Në katër, drejtësia e munduar për krimet serbe në Kosovë. Qindra masakra të kryera në Kosovë nga regjimi i Miloševićit ende nuk janë trajtuar nga drejtësia.
Viktimat nën 5. Humbja e besimit në procesin gjyqësor. Mungesa transparencës dhe perceptimi për drejtësi selektive kanë krijuar një hendek të thellë në mes të shoqërisë kosovare dhe dhomave të specializuara. Në 6. Trajtimi i padenj i të paraburgosurve në hap. Edhe pse janë dorëzuar vullnetarisht dhe gëzojnë prezumimin e pafajësisë, të paraburgosurit nga Kosova përbollen me kufizimet e vizitave, cenzurë të komunikimit, ndalim për të marrë pjesë në valimet të afërme të tyre dhe sjelljen në masat të tepruara sigurie. Kjo tregon mungesë besimi ndaj institucioneve të Kosovës dhe cënon dignitetin e tyre njerëzor. Kosova ka qenë gjithnjë shembull i bashkëpunimit me drejtsinë ndërkombëtare. Prandaj ne sot në mit i bëjmë thirrje mediave që mos t'i japin rëndësi deklaratave të zonës brenda filovat, të cilat nuk reflektojnë të vërtetën luftës shërimtare dhe as ndjeshmërinë e një populli që ka përjetuar një gjenocid. Në 2. Ftohen institucionet shtetërore, partitë politike, shoqërinë civile dhe qytetarët që të qëndrojnë të bashkuar në mbrojtje të vlerave të luftës së shërimtare. Në 3. Rikujtojmë se Kosova ka treguar bashkëpunim të jashtëzakonshëm me drejtësi ndërkombëtare, por nuk mund të heshtim përballë padrejtësive selektive. Zëri yt është zëri i së vërtetës, mos lejoni që historia të deformohet. Kjo nuk është drejtësi, kjo është faqja e zezë e drejtësisë. Ku është gjykata speciale? Policja?